Kemi që bindje ndaj asaj që na kemi bo. Ka shku me punu mirë të një familje gjermone dhe shumë mirë kur ka shku puna, bisejtë si për gjatë bisejtë, kur ka mërë vesh që janë shqiptar, ka kërku me zbrit poshtë. Me hekë, sepse është kriju ai farë stereotipi, ai paragjykimi. Çka na duhet me bo? Nuk është çështja se çysh kanë ardhur. Nuk është çështja sa po zhvillohen. Çështja është çysh na me mujt me te kalu këto. Çysh na me hek këto. Edhe na nuk e hekim nëse na veç fillojmë me pas një farë debati, fjalime, edhe një farë konflikti verbal me secilin që e bën atë çështje. Të bëna shembull i secilës. Për shembull, kur nëse na kemi marrë çto me debatu, çish më me dhoni shembull se çish me hek paragjykimin, kur ona automatikisht më me paragjyku për kolegët e mi çka po mendojnë nëse me repliku, tuj mos e analizuar çka ka flet. Është çështja që na të krijojmë shembull për secilin, ku do të shkojmë. E kemi ambasadore të paqes, vullnetit mirë, kjo e hekat paragjykim kur ka kontakt me secilin, kur e shohin që pas ka vajza shqiptare që janë shumë zoja, që janë shumë inteligjente, e kem profesorin kur debaton me një profesor që tregon atë nivelin e vet intelektual dhe ata shohin që na pas kemi profesora vërtet, pas kemi intelektual sakt, ose në aspektin kulturor, sidomos komuna Çeçenka që është pak në sy të organizatave ndërkombëtare për shkak specifikave që ka. Le të fillojmë secili për ne jemi ambasador. Jemi ambasador ku do të shkojmë kafe kur hym. Që në mesin e këtyre që përmend ti ka paragjykues, shtëroti pyetje. Në mesin e aktivitetit kulturor. Na thojmë që ka gjithkohë paragjykues. Shembulli që na duhet shembull i mirë, edhe në momentin që the Astrid ti ata na paragjykojnë ose na ulin në pozicione, automatikisht edhe ata kanë paragjykues bashkë me neve. Si na. Sepse në momentin ku shkojnë për shembull punojnë në Gjermani, si të kupton se je shqiptar, ai thotë shqiptar, ai automatikisht e ka një farë paragjykimi mbas të individëve. Nëse te me dëgjove, thash që janë paragjykime ose stereotipe që janë kriju pak pe sjelljeve tona, edhe janë kriju pak edhe pe promovimit tonë. Mbas të individëve paragjykojnë, na mujna në Kosovë mbas ma shumicë. është kriju pak pe promovimit që kemi bëna vetë në përbot. Na jemi vetë ai populli që na pëlqen me promovu pak vetëm dënshëm. Si që populli fuqishëm, si s'falim, që prejmë, që vrasim. Janë disa shembuj që Na jemi ka flasim për paragjykimet mrena neve. Jo popull për popull. Ke një fëmijë me aftësitë kufizuara dhe të thotë e ka merituar sepse çuçi ka Se çuçi ka shpirtin ja ka dhënë Zoti. edhe një lloj mallësie. Unë mendoj që na ka nasi Zotit që më sportin që do Elvana, të lutem, ashtu diçka në këtë aspekt. Po, Elvan. Faleminderit. Në fakt, tash se kjo po kalon në një temë shumë gjana, nuk po flasim për paragjykimet mes popujve të ndryshëm, sepse ato ekzistojnë gjithmonë. Jo vetëm të tjerët ndërkombëtarët kanë paragjykime ndaj shqiptarëve, po edhe ne mund të kemi ndonjë paragjykim ta zëm ndaj Pakistanit, ose nepalezve, ose afganve, ose ku e diun, kjo është normale. Na po flasim për paragjykimet për brenda shqiptarëve dhe brenda Kosovës. Dhe kur jemi në këtë kontekst, duhet me pas kujdes, sepse jo çdo paragjykim mundet me kalu në atë ekstrem, si që përmendi zotriu në fjalë, do me thënë kjo është absurde. Dhe në anën tjetër, edhe këtu populli i Kosovës, unë mendoj prej perspektives personale, të paragjykon aq sa ti ja jap mundësinë për të paragjyku, sepse unë gjithmonë e kam thënë që edhe të tjerët kanë me të pa ashtu si që teshe vetën. Unë jam vetë produkti shumë paragjykimeve, e thash për shkak të moshës së re, për shkak të pozicionit që mbaj, për shkak të faktit që kam pas disa sfida shëndetësore dhe jam përballë me të gjitha këto deri në momentin sa unë kam toleru edhe kam vendos me u ndalu të tjerëve me më paragjyku. Dhe paramendoni tashmu këto paragjykime. Veç harxhan energji dhe kohë. Jo mundesh. Elvana ja ka ditë me profesion që ka jem kështu pak diskutime. Politologe dhe gazetare. Unë profesora, po. Unë asimtar profesori Gjusi, për nëse unë problemi jam unë, nëse individ, nuk ka nevoj këtë asimtar kemë si mësë më pa me sy të keqë. Se kërët që ta që shajnë... Nuk e kryva që ka dishtë kështu që për që ta nuk përdin ku po du me dalë. Pse thash që mundesh me u ndalu? Mundesh sepse ti me punën të ande, pastaj me qasjen të ande, karshi që ati grupit të vogël që e ki përbalë, i cili nesër mundet me u bo shumë i madhë, mundet me u bo nacional, ti janë dalë paragjykimet, sepse ti e mëson anën tjetër, ose personat që i ke përbalë, që ti e ndryshe nga ajo që të kanë paragjyku. Për me ta marë specifikisht, unë për shambull ju paragjyku si ambasadorja e pare vullnetit mirë në Kosovë nga një organizatë ndërkombëtare që kisha vështirësi në lëvizje, sa mundet kjo më na përfaqësu neve për shambull se me nxi po ecë për vete. Ne,
E dyta, Është me dalë për të njerëzorës, kjo është me kap kryt, Na jemi të është me pirur kry. me pas na jemi të prirur me pa paragjykime të tilla. Lemi anash ato paragjykime të sa kry. Lemi anash Edhe na tani kur po themi me hap për paragjykues. Po flasim për absolutën, kur flasim për shumicën, atëherë thuhet na. Kur kalon 50%, që ne shumë sigurt se 50% e punës shqiptare Ma shumë si mos e bëni marak. Vetë ma shumë si. Po dhe veç këto që Por, merren me unë jam shëndetin. ndoshta shembulli ma konkret që unë kom arrit me ndalë këto paragjykime. M'fal që- Sepse nuk jam fokusu. Ka kryen Elvana se Nuk jam fokusu në ato paragjykime, nuk jam fokusu në atë grup të njerëzve që eventualisht kanë mujtë me mpasi të tillë. Unë e kom marrë misionin e ambasadores, i kom ditë kompetencat e mia, i di detyrat e mia, edhe kom vazhdu me punu në kuadër të qasaj. Atë kom pëlqy ty, atjetrit, se çush po duket Elvana, nuk ka qenë problemi ime. Edhe ndoshta me krejt këto unë jam përballë veç vitin e parë, sot jemi 11 vite pas, nuk i kam këto paragjykime, nuk i kam këto probleme, sepse e din Sa sakrificë ka dash. absolutisht Sa mundi, sa shgënjim, sa lodhje, sa... shumë A sakrificë. është gjëna gjithë atë energji me harxhu në këtë pjesë ku kjo ka mujtë me harxhu me një fushë të caktuar tjetër. Jo, po nuk është që edhe kom harxhu shumë energji, ndoshta ka qenë pak ma paralel, se unë po të them, s'kom qenë e fokusume te ajo pjesë. Te pjesa se çka po mendojnë tjerët se si po duket Elvana, unë kom qenë e fokusume tek puna. Ajo Kjo ishte që na thamë se ne si popull paragjykojmë në diçka edhe për diçka që nuk varet prej neve. Për shëndetin nuk varet prej neve. Janë shumë gjana në këtë jetë që nuk varen prej neve. Bullizim është thjesht edhe kalon deri në bullizim për dukjen se si po Edhe ti që je këtu nuk varet prej neve, tash a mu tranuna që jeti këtu, Unë mendoj Se më marrët barat mund, të studje, se më rani neve, na... Kjo nuk ka vjen spontan. Na këtë farë paragjykimi, bullizimi, na prej familje, prej fëmijë ushqejmë. Problemi është të kultura familjare edhe të vedia e ndërtimit familjes. Prej fëmijë, të e ndim prindin ka i thëtë lehe që ati fëmijë përznjak. Se ku me diçka është taj, ku me diçka mësënaj. A e ka kryon një stereotip, që të qaj fëmijë. Shka në shkollë, i thëtë ti shuj se ti zdin. Ku pe debe të zdin? Ose le saj së të merë vesh gjonë këtë punë. Dhe më thonë, ku do që e niti? Unë e po flasë me sanë që i kom të gjume për shmit. Edhe jenë sanë që i kom kryuar për familjes. Parë të shtu në dhëmë Kur aj rritet me qëto, Lera parë në këtë. aj është ka kryuhet, dhe më thonë, personalitetit tiju ka kryuhet qasi tipi, aj ka problema dhe me ndryshun të ardhmen. Neve na vynë... Nëse mendoj që mire ka. Po, pra. Qështë të mendoj që mire ka. Kur flet, aj flet me atë bindin e plot, se aj ka gjikon drejt. Ne na duhet këto me ndryshun familje, vëllo. Të familjet, kjo tash lidhet me atë vedijen, me ato se sa na kemi arrit me ngrit si shoqëni si nivel i vedijes, që me ditë me ndërtu një familje çnosh, një shoqëni çnosh, një institucion çnosh. Kjo përcillet sistematikisht në përkrejt. Kjo vidit familjen, shkollën, punë, ku do tjetër, sepse është ajo ndjenja kur vjen dikush ndodh në punë, ai ka ndodhur ndonjëherë në punë për shembull, do thonë, "Çfarë që gjën kishte po dione." Po së bërë kështë po di është menimi jam, në është edhe gabim. Unë po të thonë për në shkollë. Unë mendoj që paragjykimi ndalon në Kjo fakt. duhet me ndryshu sistematikisht në përket nivelet të shoqënisë. E ku ka fillu edhe dhe ku... Kom kriju një vështypje që paragjykimi përfundon sidomos të shqiptarët në ditën e ndërrimit jetës. Shumë njeri mirë o konë. Është që ki njeri që së konë i mirë për ty. Në më thonë një pjesë e madhe, që shtu të apni ta kryon një farë përshtypje, ta bjen një farë përshtypje që ka qenë. Në rancë të në dyftyrëshë. Ideja të njerëzit që paragjykojnë me situatën të njerëzit për shamallë se që është puna jam e shumë njerëzve. Unë për vetin nuk i marë për bostu. Edhe nashta që nuk do me thonë që unë i kum luftu se si kum luftu, po seriozisht ju morë me punën tem. Na jem 6 anëtorë në familje, 5 kujdesmi për dhuratën që kemi për Zotit. Dhe me thonë, mirëmi me këtë punë. Po ndërko, a është që të vinë informacionet? Nuk mund me besu që mund ka ardhë informacioni për një njerit, për shamë që unë e kom pasë dhe shak. Që se ki prit heq? Po se kom prit heq, jo më pajtu me këtë pjesë edhe tash... Paragjykimi i bie që është një farë lojo, po xhelozi, sepse në momentin që... Edhe pak smuj. Edhe pak sëmundje, sepse në momentin që thatë kur të ndron jetë një person, kthehen dhe flasin mirë, i bie që nuk kanë rrezik më nga i person edhe... Aja më më qëta një... Kjo është filozofi tjetër pastaj. Dhe proverba me rrushin, edhe sa s'ka mujt me mëri rrushin, ka qenë një thartë, edhe kaq.